Kamerat e sigurisë zakonisht kapin momente serioze, por çfarë ndodh kur ato zbulojnë një sekret familjar që e transformon baban në një hero kërcimi, duke lënë gruan e tij, Reguinën, të shtangur? Bëhuni gati për të parë momentin më të ëmbël dhe më qesharak që u bë hit global brenda natës. Kamerat e fshehta zakonisht përdoren për sigurinë e shtëpisë ose për të mbajtur një sy në gjëra me qetësi. Ndonjëherë, megjithatë, ato përfundojnë duke kapur momente që janë të ëmbla, qesharake ose thjesht kritësisht të papritura. Sikur kamerat e fshehta të fëmijëve kapin fëmijët duke bërë gjëra qesharake kur na ka njeri përreth, ose nuk ka njeri, apo edhe kafshë shtëpiake që sillen paksa çuditshëm. Por kur një nën vendosi të instalonte një kamerë në shtëpinë e saj, ajo nuk kishte ide se çfarë do të gjente më vonë, dhe ajo që pa se po bënte bashkëshorti i saj e la plotësisht të shtangur. Ajo fillimisht e vendosi kamerën e fshehtë vetëm për të mbajtur një sy tek fëmijët, ndërsa ishte jashtë. Ishte gjithashtu një mënyrë argëtuese për të ruajtur kujtime të vogla të jetës së tyre të përditshme. Por atë mëngjes, kur kontrolloi filmimet, ajo nuk mund të besonte atë që pa. Siç e përmendëm, kamerat e fshehta mund të jenë të dobishme në të gjitha llojet e mënyrave, qoftë vetëm për paqe mendore apo për të kontrolluar njerëzit që dashuron. Këtë herë, megjithatë, ajo që pa rezultoi të ishte diçka vërtet e veçantë. Këto ditë, nuk ju nevojitet një videokamerë e madhe dhe e rëndë për të kapur momente të ëmbla si hapat e para të fëmijës suaj ose fjalët e para. Me një kamerë të fshehtë, ju mund të kapni me qetësi të gjitha gjërat e vogla që e bëjnë prindërimin kaq të veçantë. Kjo ndodhi këtu. Kjo nën, e cila duhej të shkonte në punë, la një kamerë të vogël duke filmuar në shtëpi. Bashkëshorti i saj po kujdesi për dy fëmijët e tyre dhe ajo mendoi se mund të kontrollonte gjatë ditës ose ndoshta të ruante disa klipe për t'ia dërguar gjyshes. Ajo që nuk priste ishte ta kapte atë në një moment që i shkriu zemrën. Ajo nuk e kishte idenë atëherë se videoja do të shpërndaj nga mira brenda natës. Kamerat e fshehta janë mjaft të thjeshta për të përdorur. Ju thjesht vendosni një. E lini të regjistroj dhe më vonë kontrolloni filmimet nga telefoni juaj. Gjatë viteve, këto kamera të vogla i kanë ndihmuar njerëzit të zbulojnë disa të vërteta tronditëse, si dado që keq trajtojnë fëmijët ose edhe kapjen e të panjohurve që futen fshehurazi në shtëpi. Ato padyshim kanë sjell paqe mendore për shumë familje, por asgjë nuk mund ta kishte përgatitur Reguinën për atë që do të shihte në kamerën e saj. Ajo e kishte vendosur kamerën në një tavolinë në dhomën e ndenjës, duke menduar se mund të kapte një klip të ëmbël të foshtjes dhe vajzës së saj të vogël ndërsa kontrollonte nga puna. Gjatë pushimit të drekës ajo hapi aplikacionin dhe ajo që pa e bëri të buzëqeshte menjëherë. Ishte aq e papritur dhe qesharake, sa nuk mund të mbante për vete. Ajo u tregoi videon kolegëve të saj dhe ata menjëherë i thanë se duhej ta postonte në internet. Ata kishin të drejtë. Sa po u shfaq në YouTube, ajo u përhap si zjarri. Njerëzit kudo po e quanin këtë baba më të mirin absolut. Reguina kishte pritur të kapte disa momente të vogla të lezetshme të fëmijëve të saj, që mund t'ia dërgonte gjyshes së tyre, por në vend të kësaj ajo gjeti diçka krejtësisht të ndryshme. Nuk ishte ajo që kishte planifikuar, por në mënyrën më të mirë dhe reagimi i saj shok total, i ndjekur nga të qeshurat. Brenda pak orësh bashkëshorti i saj u bë një yll në internet pa e ditur. Videoja fillon qetësisht duke treguar fëmijët në dhomën e ndenjës. Foshnja po hidhet në një karrocë dhe vajza më e madhe po tund pompoma ndërsa shikon televizor. Në sfond babai po hyn e del nga korridori, duke bërë lavanderi dhe duke kontrolluar fëmijët. Televizori po luan muzikë dhe tekstet e një këngë të Katy Perry janë në ekran. Kjo është kur gjërat fillojnë të bëhen argëtuese. Foshtja vazhdon të hidhet në karrocë, syt ngulitur tek motra e saj e madhe, ashtu si ajo kërcehet me pompomet e saj shumë ngjyresh, duke u përpjekur të mbajë ritmin me muzikën. Ata tashmë po kalojnë një kohë të mrekullueshme, por gjërat janë gati të bëhen edhe më të mira. Ndërsa babai hyn dhe vendos koshin e rrobave, ai vë re vajzën e tij duke kërcyer në dhomën e ndenjës. Ai vendos të merr pjesë dhe të merr pak pushim nga punët e shtëpisë, dhe sapo godet kënga e Katy Perryt, nuk mund të ndaloj veten. Ai hidhet menjëherë në një rutinë të plot kërcimi.
Së pari, roboti. Fëmijët janë të lidhur me njerë dhe ndërsa i lëviz më afër dhomës, gjërat thjesht vazhdojnë të bëjnë më të mira. Ka lëvizje buzësh, kërcim, si të thuash. Sigurisht, ai nuk është pikërisht i holl, por ky baba di të lëviz. Ai është çuditërisht i lehtë në këmbë, duke nxjerrë të gjitha llojet e lëvizjeve klasike të kërcimit të baballarëve dhe madje duke futur disa rrotullime baleti për qejf. Kamera kap çdo cep të tij dhe është thjesht e adhurueshme, por ai nuk ndalet aty. Babai vazhdon duke kërcyer për të dy fëmijët. Foshnja ende hidhet me ngazëllim dhe vajza më e madhe tani qesh dhe duar troket. Gjërat marrin një kthes qesharake kur ai i jep atij pompomët e saj. Ajo i thot atij të përdor të dy pompomët dhe ajo nuk pranon një jo si përgjigje. Kështu ai merr ato dhe hidhet menjëherë në një rutinë të stilit tjetër duke dhënë gjithçka. Në këtë pikë, fëmijët mezi mund të përmbahen. Ata janë tërësisht të zhytur në të dhe pikërisht kur mendoni se ai ka mbaruar, ai nxjerr një lëvizje të fundit. Derisa kënga mbyllet, ai lëshon një pompom në dyshemej si një rënje mikrofoni. Është finalja perfekte. Pastaj sikur të mos kishte ndodhur asgjë, ai merr koshin e rrobave dhe kthehet menjëherë tek punët e tij. Krejtësisht i pavetëdijshëm se shfaqja e tij e vogël e kërcimit sapo regjistrua. Askush nuk e dinte vërtet sa argëtuese ishte ky baba, derisa videoja e fshehtë bëri rrugën e saj në internet. Është një gëzim i tillë të shohësh atë të jep gjithçka vetëm për t'i bërë fëmijët e tij të qeshin. Bashkëshortja e tij nuk mund të mbante për vete. Ajo e dinte se ato lëvizje kërcimi duhej të shpërndaheshin. Kur pa videon, ajo e gjeti atë si qesharake, ashtu edhe e ngrohte zemrën. Dhe le të jemi të sinqertë, cili fëmijë nuk do të donte një baba që është i gatshëm të bëjë gjithçka dhe të kërcejë nëpër dhomën e ndenjes me ta? Edhe me duart plot, Mike Jordan arriti të sillte gëzim të pastër tek fëmijët e tij. Në vitin 2015 ai ngarkoi video në YouTube me një mbishkrim qesharak duke thënë se ai kërcen si një dhi duke pësuar kriz. Por fëmijët e duan atë dhe qartësisht ashtu bëri edhe pjesa tjetër e botës. Videoja që atëherë ka grumbulluar gati 3 milion shikime dhe më shumë se 6600 komente, çmimi babai më i mirë i vitit i shkon atij, bëri shaka Suzana Daniel. Gabriel Klopp shtoi se ky djalë është qartësisht një baba që i pëlqen të kaloj kohë me fëmijët e tij. Titulli origjinal i videos ishte "Nëna zbulon si i shikon babai fëmijët", dhe ndërsa disa njerëz menduan se titulli ishte paksa mashtrues, videoja padyshim ja vlente të shihej. Jo komentues, vidi Kati, tha: "Nga titulli mendova se ky djalë ishte një abuzues i fëmijëve. Dreq, sa gabime kisha." Rreth një viti më vonë u shfaq një tjetër video e ëmbël, këtë herë një baba dhe vajza duke kërcyer me këngën Can't Stop the Feeling të Justin Timberlake. Kjo u ngarkua nga Lisa Roth dhe është po aq argëtuese për tu parë. Është e qartë se baballarët që kërcejnë më fëmijët e tyre nuk bëhen kurrë të vjetër. Reguina nuk e kishte idenë se videoja e saj e vogël e shtëpisë do të bëjë kaq virale, kaq shpejt. Por tani ajo e di se ai momenti thjesht dhe qesharaki bashkëshortit të saj duke kërcyer më fëmijët e tyre është një moment që ajo do ta çmojë përgjithmonë. Ai mund të jetë mbreti i lëvizjeve të baballarëve, por audienca e vetme që ai vërtet po përpiqet të impresionojë është pikërisht aty në dhomën e ndenjes. Dhe duke gjykuar nga ato buzëqeshje, ai po bën një punë mjaft të shkëlqyer. Le të shpresojmë vetëm se vajza e tij do të gjejë disa mësues të rinj një kërcimi para se të regjistrohet për kërcim tifoz.